Sekreti I fshehtë I kripës biblike, si të neutralizosh armiqt e tu shpirtërisht, pa hakmarrje. Përshëndetje miq të dashur shpirtëror. Mirë se vini në këtë video të kanalit ton, ku sot do të flasim për një ushtrim të fuqishëm shpirtëror për mbrojtje nga njerëzit që na duan të keqen, nga ata që na pengojnë në jetë ose na dërgojnë energji negative. Ky ushtrim bazohet në fuqinë e kripës si simbol biblik I pastërtisë dhe mbrojtjes, dhe në fuqinë e lutjes së sinqertë ndaj Zotit. Para se të fillojmë, dua të theksoj diçka shumë të rëndësishme. Ky nuk është një ritual magjik apo hakmarrës. Është një akt besimi, mbrojtjeje dhe pastrimi shpirtëror. Nëse e bëni me urrejtje në zemër ose kundër njerëzve të pafajshëm, mund të kthehet kundër jush. Qëllimi ynë është vetëm të lëmë betejat në duart e Zotit dhe të kërkojmë mbrojtjen e Tij të drejtë. Sot do të zgjerojmë çdo hap të këtij ushtrimi, do të shpjegojmë simbolikën biblike të kripës, do të lexojmë shkrimet e shenjta dhe do të reflektojmë thellë mbi besimin. Le të fillojmë me një lutje të shkurtër. Atë ynë qiellor, na udhëheq sot në këtë mësim shpirtëror, na pastro zemrat dhe na mbron nga çdo e keqe. Amen. Pika 1. Simbolika e kripës në Bibël. Tani, le të flasim gjatë për simbolikën e kripës. Shumë njerëz e shohin kripën thjesht si erës për ushqimin, por në Bibël, kripa ka një kuptim shumë më të thellë shpirtëror. Ajo simbolizon pastërtinë, mbrojtjen, ruajtjen nga korruptimi dhe madje gjykimin hyjnor. Në Ungjillin sipas Mateut, kapitulli 5, vargu 13, Jezusi thotë: "Ju jeni kripa e tokës." Por nëse kripa e humbet shijen, si mund ta rifitoj? Nuk ka asnjë vlerë, përveç se të hidhet e të shkelet prej njerëzve. Këtu, Jezusi na quan ne besimtarët kripë e tokës. Çfarë do të thotë kjo? Në kohët e lashta, kripa përdorej për të ruajtur ushqimin nga prishja. Pa frigorifer, kripa parandalonte korruptimin dhe bakteret. Po kështu, ne si besimtar duhet të jemi një forcë që parandalon korruptimin moral dhe shpirtëror në botë, por kripa ka edhe kuptim të beslidhjes së përjetshme. Në Bibel flitet për beslidhjen e kripës, një beslidhje që nuk thyet kurrë, sepse kripa ruajt dhe qëndron përgjithmonë. Në Levitik, kripa shtohej në çdo flijim si simbol I pastërtisë dhe pranimit nga Zoti. Aty thuhet se të porsalindurit fërkoheshin me kripë për mbrojtje dhe pastrim. Edhe në historinë e Elishes në 2 mbretërve, ai hedh kripë në ujë të helmuar dhe e pastron, një mrekulli që tregon fuqinë pastruese të kripës. Pra, kur përdorim kripën në këtë ushtrim, ne po thirrim këto simbolika: pastërti nga energjia negative, mbrojtje nga sulmet shpirtërore dhe ruajtje të beslidhjes sonë me Zotin. Reflektoni pak, a keni ndier ndonjëherë se energji negative nga njerëz të tjerë ju pengon? Kripa na kujton se Zoti na bën ne kripë për të ruajtur shpirtin ton të pastër. Pika 2. Mjetet e nevojshme. Për këtë ushtrim shpirtëror, na duhen vetëm disa gjëra të thjeshta që I gjeni lehtë në shtëpi: kripë deti ose kripë e trash, sa më natyrale aq më mirë, sepse simbolizon pastërtinë origjinale. Një gotë me ujë të ngrohtë, uji simbolizon pastrimin dhe rrjedhjen e bekimeve. Një letër e bardhë, bardhësia përfaqëson pastërtinë. Dhe një laps për të shkruar. Këto mjete janë të thjeshta, por fuqia nuk është te to, por të besimi ynë dhe të Zoti që vepron përmes tyre. Pika 3. Procesi I ritualit, shpjegim I zgjeruar hap pas hapi. Tani, miq të dashur, le të hyjmë thellë në zemrën e këtij ushtrimi shpirtëror, procesin hap pas hapi. Mos nxitoni. Bëjeni këtë në një vend të qetë, larg zhurmës së botës, ndoshta në dhomën tuaj të lutjes ose në një cep ku ndjeni të sigurt dhe të lidhur me Zotin. Ndisni një qiri nëse dëshironi ose thjesht uluni në heshtje. Frymëzoni thellë dhe kujtoni, fuqia nuk është te kripa apo uji, por te besimi juaj I sinqert dhe te Zoti që dëgjon lutjen tuaj. Hapi I parë, shkrimi emrave në letër. Merrni letrën e bardhë, simbol I pastërtisë së shpirtit tuaj, dhe lapsin. Uluni rehat dhe filloni të mendoni për ata njerëz që ju pengojnë në jetë. Jo domosdoshmërisht armiq të hapur, por ata që ju dërgojnë energji negative, zili, thashetheme, pengesa në punë, në familje ose në ëndrat tuaja. Mund të jenë kolegë, ish miq, madje edhe të afërm që ju duan të keqen pa e thënë hapur. Nëse I dini emrat e tyre të plot, shkruani ato qartë, emrin dhe mbiemrin. Nëse nuk I dini ose nëse ndjeni sulme nga forca të fshehta shpirtërore, shkruani fraza si: "Të gjithë armiqtë e mi të dukshëm dhe të padukshëm, ata që më zilin, ata që më pengojnë rrugën time, ose thjesht armiqtë e mi." Ndërsa shkruani çdo emër ose frazë, bëni një pauzë të shkurtër. Lutuni në heshtje: "Zot, Ti njeh zemrat më mirë se unë. Unë nuk gjykoj askënd, por kërkoj vetëm mbrojtjen tënde të drejtë. Largo çdo pengesë që nuk është nga vullneti yt, mos lejoni që urrejtja të hyjë në zemrën tuaj. Nëse ndjeni zemërim të madh, ndaloni dhe lutuni për falje dhe pastërtinë e zemrës. Ky ushtrim funksionon vetëm kur zemra është e lirë nga hakmarrja. Siç thot Bibla te Mateu, duajini armiqtë tuaj dhe lutuni për ata që ju përndjekin. Pauzë 20-30 sekonda këtu për të lënë shikuesin të reflektojë dhe të shkruajë mendërisht.
Hapi i dytë, mbulimi me krip, neutralizimi i energjisë negative. Tani merrni kripën, atë simbol të fuqishëm biblik të pastërtisë dhe mbrojtjes që e shpjegova më parë. Hidheni ngadalë mbi letrën duke e mbuluar plotësisht shkrimin. Imagjinoni se çdo kokër kripa po thith si sfungjer çdo energji negative, çdo mallkim të fshehtë, çdo zili ose pengesë. Ndërsa hidhni kripën, deklaroni me zë të lartë ose në mendje me besim të plot këto fjalë, përsëritini disa herë nëse ndjeni nevojë, me fuqinë e kripës biblike, simboli i pastërtisë dhe beslidhjes tënde të përjetshme. Unë neutralizoj çdo sulm shpirtëror, çdo energji negative, çdo pengesë që vjen nga këta njerëz. Le të humbasin fuqinë e tyre ndaj meje, siç humbet shija kripa që prishet. Zot, ti je mburoja ime, mbro shpirtin tim dhe largoj çdo të keqja. Përsëriteni këtë deklaratë 3 deri 5 herë, duke ndjerë se çdo fjalë po del nga thellësia e shpirtit tuaj. Imagjinoni një drik të bardhë që rrethon letrën dhe ju vetë. Kjo është një akt besimi, ju po i thoni universit shpirtëror se nuk pranoni më negativitetin në jetën tuaj. Hapi i tretë, zhytja në ujë dhe shkrirja plotësisë. Merrni gotën me ujë të ngrohtë, uji simbolizon rrjedhën e shpirtit të shenjtë, pastrimin dhe rilindjen. Vendosni butësisht letrën e mbuluar me krip brenda gotës. Shikoni se si kripa fillon të shkrihet ngadalë dhe letra zbehet. Ndërsa procesi zhvillohet dhe kjo mund të zgjasë disa minuta, thoni këto fjalë me besim, siç shkrihet kjo krip në ujë dhe zhduket ky shkrim, ashtu le të shkrihen dhe zhduken çdo sulm, çdo pengesë, çdo energji negative ndaj meje. Le të pastrohet shpirti im plotësisht. Zot, merr çdo të keqe dhe shndërroje në bekim për jetën time. Le të rrjedh vetëm vullneti yt i mirë. Përsëriteni këtë disa herë. Përdorni këtë kohë të pritjes për një lutje të thellë heshtjeje. Ndjeni një lehtësim të brendshëm, si një barë që po hiqet nga shpatullat tuaja, kur gjithçka të jetë shkrirë plotësisht dhe uji të jetë bërë i kripur e i turbull, kjo simbolizon se negativiteti është neutralizuar. Hapi final, hedhja e ujit në fund, dilni jashtë shtëpisë ose larg vendit ku e keni bërë ushtrimin. Hidhni ujin në tokë, në një vend ku nuk kaloni shpesh, simbolikisht po largoni negativitetin nga jeta juaj. Ndërsa hidhni, thoni përfundimisht, Zot, merr çdo mbetje të keqe dhe largoje përgjithmonë. Pastrom mua dhe mbrom me engjëjt e tu. Faleminderit për mbrojtjen tënde, pastaj kthehuni brenda, lani duart dhe falenderoni Zotin për paqen që ndjeni. Miq, ky proces nuk është magji, është një akt i thellë besimi dhe dorëzimi te Zoti. Bëjeni me sinqeritet dhe do të shihni se si pengesat fillojnë të zhduken dhe paqja hyjnore mbretëron në jetën tuaj. Pika 4. Lutja dhe leximi i Psalmit 35. Gjatë gjithë procesit ose pas tij, lexoni Psalmin 35. Ky psalm është një lutje e fuqishme e Davidit kundër kundërshtarëve të tij. Le të lexojmë së bashku vargjet. O Zot, luft kundër atyre që luftojnë kundër meje, bëj luftë kundër atyre që më bëjnë luftë mua. Kap mburojën dhe shenjën e vogël dhe çohu në ndihmë tënde. Nxirr shtizën dhe blloko rrugën e ndjekësve të mi, i thuaj shpirtit tim, unë jam shpëtimi yt. Le të turpërohen dhe të mbulohen me hutim ata që kërkojnë jetën time, le të kthehen prapa dhe të mbulohen me turp ata që kurdisin të keqen kundër meje. Le të bëhen si byku para erës dhe engjëlli i Zotit le t'i shtyjë. Le të jetë rruga e tyre errësirë dhe rrëshitje dhe engjëlli i Zotit le t'i ndjekë. Ky psalm na mëson të kërkojmë drejtësinë e Zotit, jo tonën. Vazhdoni të lexoni të gjithë Psalmin 35 për lutje më të plotë, është një thirrje për mbrojtje hyjnore. Pika 5. Paralajmërimi i rëndësishëm dhe përfundimi. Miq, përsëri theksoj, mos e bëni këtë me urrëtie ose hakmarrje. Nëse zemra juaj nuk është e pastër, mund të backëthire, të kthehet kundër jush. Qëllimi është mbrojtja dhe lënia e gjykimit të Zotit. Në fund, keni besim të plotë. Zoti është mbrojtësi ynë i vërtetë. Lëreni betejën në duart e tij. Faleminderit që ndoqët këtë video. Nëse ju ndihmoi, like, subscribe dhe ndani me të tjerët. Lutemi bashk, Zot, na mbro dhe na pastro. Amen. Bekime të bollshme.